Përshëndetje, ditë fantastike këtu në zonën e Vlorës, e jashtëzakonshme, një diell i bukur, një shpërthim i gjelbrimit gjithandej, një dritë e bukur, edhe zakonisht nuk kam nevojë për syze edhe brenda në makinë, po vërtet është një dritë shumë e bukur, por e fortë. Ndërkohë që desha të rindërhy për t'ju dhënë përsëri një mesazh të gjithë shqiptarëve që janë regjistruar për zgjedhjet e 11 majit dhe që janë në Greqi dhe që ende nuk i kanë dorëzuar zarfat, ju lutem, zarfat dorëzoheni tek pikat përkatëse të postës së DHL-s, mos prisni, dorëzoheni, mos i lini për momentin e fundit, ka akoma edhe pak kohë, janë 48 orë, kështu që bëjeni këtë mund të fundit, këtë mund shumë të vogël krahasim me gjithë mundimet e tjera që keni bërë për të ardhur deri këtu në këtë kohë, sepse 11 maj është një takim me historinë, por njëkohësisht 11 maj, pikërisht pse është një takim me historinë, është edhe një moment zgjedhje për t'i dhënë një fuqi të re Shqipërisë në negociatat me Bashkimin Evropian dhe për ta antarësuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian, duke bërë që secili dhe secila prej jush atje në Greqi, por edhe në Itali, në Gjermani, kudo qoftë që nuk është akoma qytetar me të drejtat barabarta, sepse nuk e ka pasaportën përkatëse të vendit përkatës, por me pasaportën shqiptare mbetet një i huaj, të marrë pasaportën e Shqipërisë Europiane dhe të ketë identitetin europian, jo vetëm me zakon, se atë na e ka dhënë Zoti dhe s'na heq dot kush, se jemi një ndër popujt më të vjetër të këtij kontinenti dhe banojmë në zemër ti, por edhe me ligj, me certifikat, me pasaport. Një barazi e plot që do të bëj që në mos kemi nevojë për asnjë lloj pasaporte tjetër për tërë jetën, edhe t'u japim fëmijëve tanë në dorë atë që në breza prindrit nuk u dhan dot fëmijëve, dhe kur u bën prindër nuk u dhan dot fëmijëve që bën e kështu me radhë. Dokumentin që stërniprit e Skënderbeut i vendos në të njëjtin nivel, në të drejta dhe njëkohësisht në dinjitet europian me të gjithë si vëllezërit dhe si motrat e tyre kudo që janë në këtë kontinent.